Tragjedia Durrësit sipas ekspertëve duhet të jetë një moment reflektimi për ligjvënësit për të rishikuar kodin rrugor, i cili në vitin 2023, fal ndryshimeve favorizuese, i dha mundësinë shoferëve të dehur që të paguajnë dyfishimin e gjobës dhe të mos u hiqet leja drejtimit. Ndryshimet në kod duhet të jenë të ashpra, thonë ekspertët e sigurisë, duke akuzuar se ndryshimet e para 3 viteve u bën për të favorizuar interesat të një grupi njerëzish dhe jo për sigurinë kombëtare. Nëse gjërat janë shmangur, duke favorizuar një klasë caktuar apo një grup caktuar social njerëzish, pastaj themi mund të bërë për interesa të grupit apo interesa të individëve, dhe jo për interesa të sigurisë kombëtare dhe të parandalimit ngjarjeve të tilla që janë të frikshme, dhe aq më tepër ngjarje të tilla mund të jenë që mund të krijojnë problematika, sidomos tek fëmijët, po dhe tek shkollat, tek vendet ku shpejtësia e lëvizjes mjeteve është shumë problematike. Sa i takon diskutimeve, duhet të cilësohen si vrasje këto aksidente me pasoja tragjike. Softa shprehet se është e vështirë, por ngjarja në fjalë mund të ishte parandaluar nga policia e Durrësit, e cila sipas tij nuk ka marrë masa. Është e vështirë sepse tentoi dhe Italia ta bëjë një gjë të tillë, por nuk arriti dot ta bëjë. Për aq kohë sa është shkelje rregullat të qarkullimit rrugor, nuk është vrasje. Për shumë rasti konkret, nuk është çështje e vrasje, është çështje mos parandalimi, për faktin që ai person ka qenë me një histori të tillë shkeljesh përsëritës dhe jo vetëm aq, por ka qenë një person që zona e ka proceduar dhe e ka kërkuar disa herë njoftime komisariat të zonës dhe nuk ka pasur reagime. Nëse do ishte hequr patenta aty, nuk do kishim pasur këtë situatë që kemi. Në Shqipëri ka ndodhur disa raste të aksidenteve tragjike me të mitur. Rasti i ngjashëm është ai në plazhin e Potamit, ku humbi jetën si pasojë e përplasjes nga skafi një vajzë 7 vjeçare. Autori ish efektive Arjan Tase u akuzua nga prokuroria Vlorës për vrasje dhe jo aksident me pasojë vdekjen. Argumenti që përdori organi akuzës për Tasen ishte fakti se ai kishte patur dieni për rrezikun që i kanosej qytetarëve nëse futej në zonën e notimit, e cila ishte mbushur me njerëz. Një rast i ngjashëm dhe me Nikolë Radaçin, një person i alkolizuar që kryente manovra të rrezikshme me mjetin e tij.